Pushteti dhe opozita me akuza të ndërsjella për marrëveshje milionëshe për tender. LSDM doli me një bombë të re për furnizime publike të dyshimta të lidhura me një, siç thanë, nga firmat e preferuara të pushtetit. Akuzuan prokurorinë, antikorrupsionin dhe policinë financiare se po heshtin edhe për pretendimet e deritanishme të paraqitura nga LSDM për tender të dyshimt. 74 тендери вредни 17,6 милиони евра за само 2 години добила оваа фирма Ленди Груп Доел Скопје. Наглиот раст на склучените договори започнува во 2024 година, продолжува во 2025 година, па се до денеска. Само минатата година 59 склучени договори, најголем дел од општините раководени од ВМРО ОКГ, организирана криминална група. Nga VMRO DPMN me kundërpërgjigje se ky është vetëm mjegullim i opinionit. Thonë se e njëjta firmë ndoshta dyfish më shumë tender ka fituar në kohën kur institucionet i kanë drejtuar LSDM dhe BDI. СДСМ што ги брои овие тендери последните 2 години треба да ја прошири пресметката на изминатите години кога тие биле на власт и ќе дојде до заклучок дека истата ова фирма можеби и двојно повеќе тендери има добиено во време кога институциите ги управувале СДС заедно со ДУИ. Така што ова е едно популистичко обвинување. Nga LSDM dolën me akuza se derisa pushteti nuk ka para për paga më të larta, pas shpinës së popullit të njëjtat firma fitojnë tender milionësh. Nga DPMN ndërkaq u kundërpërgjigjen me pyetjen pse për 7 vite se kanë qenë në pushtet nuk e kanë rritur pagën minimale në masën që tani e kërkojnë.